Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë në hapësirën e ekspertit. Kam nderin dhe kënaqësinë që të kem në studio si çdo të hënë mikun e emisionit tonë, zotin Kujtim Hoxha. Zoti Hoxha, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Jemi në muajin e tretë të vitit dhe ende qytetarët janë të paqartë për bonusin e pensioneve, pavarësisht se e kemi trajtuar disa herë, që nga janari e deri më sot. Sërish ka paqartësi, duke qenë se disa e kanë marrë në janar, nuk e kanë marrë në shkurt, tani marsi nuk i dihet tek ai i lartë tani. Tani, zoti Hoxha, për të na sqaruar teknikisht dhe ndoshta përfundimisht, por është e vështirë kjo, çfarë ndodh me bonusin e pensioneve? Atëherë, sipas vendimit të Këshillit Ministrave numër 828, datë 30/12/2025, u parashikuan që t'jepeshin 100 milion euro në formën e bonusit ose të themi në formën e kombesimeve të shkallëzuara këto sipas llojit të pensioneve. Shikoj që ka patur paqartësi, jo thjesht nga atë që se kuptojnë njerëzit, por edhe më tepër nga ajo që nëpërmjet specialistëve, të themi, nuk bëhet e qartë, bile kalojnë deri në gabime të tilla që kalojnë në disinformim të opinionit publik për të qartësuar atë që i takon qytetarit sipas këtij vendimi dhe atij që si takon. Domethënë, këtu duhet të mbetemi të qartë që pensione familjare mbi 18.000 lekë nuk ka. Kush merr 18.000 lekë dhe më pak, atij i takon 7.000 lekë. Dhe nëse se ka marrë, ai do të verë të paraqitet. Pensione familjare, cilat konsiderohen? Pensione familjare quhen pensionet të cilat merren si rezultat i humbjes së njerit nga pjesëtarët e familjes. Kjo është pensioni familjar. Këtu futen pastaj edhe grupe të tjera, siç janë pensionet e parakoshme, të ushtarakëve, të cilët nuk duhet të kalojnë 18.000 lekë, po fakti që një ushtarak me 18.335 lekë, do të thotë që është i përjashtuar. Nuk e merr, automatikisht. Nuk e merr, s'ka ku ankohet, sepse kështu e kanë nxjerrë ligjin. Nuk kualifikohet për ta marrë. Për ta marrë. Kështu po them edhe për pensionet familjare. Idhemi në pensionet e invaliditetit. Pensionet e invaliditetit janë pensione që duhet të trajtohen me 6.000 lekë të vjetra, po jo më shumë se 300.000. Kush merr më shumë se 300.000 nuk i ka hyrë në akt, se kështu kanë nxjerrë vendimin ai. Pra nuk duhet lodhet edhe të bëj ankesa në lidhje me këto probleme. Të njëjtën gjë janë pensionistët që marrin pensione të pjeshme. Pensionet e pjeshme të pleqërisë, nëse trajtohen në 22.000 lekë, ata e përfitojnë atë të 8.000 lekë. 8.000 lekë. Dhe nëse ka më shumë se 22.000 lekë, që merrte në muajin dhjetor, ai nuk e përfiton. Kështu që s'ka pse të lodhet të kërkojë, pse s'ma kanë rënë. Kështu kanë ndërtuar ligjin. Të njëjtët grupe shoqërore janë ata që përfitojnë mbi 40.000 lekë, që kanë përfituar si rezultati të ardhurave. Kjo do të thotë që ai që merr mbi 40.000 lekë duke grupuar të gjithë të ardhurat e tij që merr nga Fondi i Sigurimeve Shoqërore, ai nuk e përfiton këtë bonus. Pra e përfitojnë të gjithë ata që janë nën 40.000 lekë. Dhe në këto kushte, ata që plotësojnë këto kushte që themi, ne, por që nuk ja kanë dhënë, ata do të thotë që ja kanë bërë gabim. Ata duhet të ankohen. Jo pjesa tjetër e shoqërisë, që mbetet e paqartë ajo edhe fillon e kërkon. Duhet të qartësohet njerë në këtë grup shoqëror futet, sa i takon sipas masës së pensionit të tij duke shkallëzuar kështu siç i thash unë këtu. Dhe nëse sfutet në këto grupe, pra nuk e kalon atë masën, ai duhet të bëj kërkesë ankimore dhe të trajtohet nga sigurimet shoqërore, pra merret në vlerësim dhe standardizohet, pra e merr ai që nuk e ka marrë që nga janari dhe në vazhdim. Për muaj që se ka marrë.
Kështu që është... Fillimisht duhet bëjnë... Klasifikimin e, ku futa? Kur e di ai që është pension i pjesëm, duhet të di njëkohësisht edhe atë që ai mund të marrë pension deri në 22.000 lekë, jo më shumë. Po mori më shumë, dhe më thënë, si ka njërë në akse, kështu e ka parashikuar vendimi i qeverisë. Po kështu, janë të paqartë të gjitha ta që futen në grupin shoqëror të përfituesve si pas ligjit 150-2014. Janë pikrisht minatorët. Ata që trajtohen me këtë ligj në mënyrë taksative në pikën 2 të këtij vendimi, është parashikuar që ata e përfitojnë atë 18.000 lekë, por jo më shumë se 40.000 lekë. Që do të thotë? Nuk duhen vitet e punës si pas asaj që janë në vitin përkatës për pensionet normal. Ata për shembull si vjet që përfitojnë pension të plot duhet të kenë 39 vjet, ndërsa në pensionet e ligjit 150-2014 është parashikuar që ai të ketë 30 vjet. Ky është ajo të plot, nuk mund ta krahasosh me 39 vjetën. Pra, në mënyrë të gabuar, sistemi i merr si që kanë komanduar edhe këta. Vitet e punës i quajnë vite të pjeshme, këto para pensionet të pjeshme. Është e gabuar, kështu që mbi bazën e një kërkese për rishqyrtim mund të standardizojnë ashtu sikurse edhe nënat me shumë fëmijë. Nënat me shumë fëmijë nuk janë dashur nga 38 vjet, si pas viteve që kanë dalë, por nënat me shumë fëmijë për shkak të një neni në 93 i ligjit sigurimeve shoqërore, është parashikuar që ato të kenë 30 vjet punë, po plotësovi 30 vjet punë, të ketë edhe 6 fëmijë, ajo në moshën 50 vjet ka përfituar pensionin si nën me shumë fëmijë dhe në vitin 2014. Është kategorizuar, s'ka nevojë për vite pune më për gjë tjetër. Pra plotëson kushtin e. 30 vjet janë dashur, 30 vjet i ka plotësuar dhe futet në ata që përfitojnë 18.000 lekë. Kështu janë shumë probleme, të cilat unë i shikoj edhe ata që më vinë në zyrë, po edhe ata që më pyesin nëpërmjet telefonit, që janë akoma të paqartë në lidhje me ata që ja kanë dhënë, apo nuk ja kanë dhënë dhe i takon. Tani dy pyetje kam unë e para. Si ta bëjnë kategorizimin dhe si ta mësojnë nëse marrin pension të plot apo të pjesshëm dhe çfarë statusi pensioni kanë, dhe në këtë rast, në rast se është gabuar, si duhet veprojnë në tutje? Atëre, çdo qytetar duhet ta di, ai që është invalid, që merr pension invaliditeti e ka të përcaktuar. Ai merr 6.000 lekë dhe s'ka rëndësi se sa vite kanë. Masa e pensionit të tij ndryshon në bazë të asaj që kanë kontribuar më përpara ata, po kjo nuk ka rëndësi fare për këtë bonusin. Futet në status e invalidit, ai përfiton 6.000 lekë, po jo më shumë se 30.000 lekë. Po kështu, të gjithë ushtarakët e parakohshëm nuk e përfitojnë në mënyrë automatike, këtë mos lodhen. Kështu e ka përcaktuar ligji që nuk përfitojnë. Nënat me shumë fëmijë, e din ata që janë nënat me shumë fëmijë me atë status, ka dalë në moshën 50 vjet deri në vitin 2014 dhe pas vitit 2014, për shkak të ndryshimit të ligjit, ato dalin në pension në moshën 55. Pra, fakti që marrin një pension si nën me shumë fëmijë, ata i kanë plotësuar kushtin e vjetësisë në punë. Nuk ka nevojë fare të dihet kjo. Do të marrin ata që kanë dalë pas vitit 2014, marrin 18.000 lekë. Pensionet e pjeshme të pleqërisë, ata që nuk kanë plotësuar vite, dhe din ata në vite që ka dalë në pension, i është dashur për shembull në vitin, të themi, në vitin 2020, pa marrë një shembull apo janë nevojitur 37 vjet për të përfituar pension të plot. Ka patur 36 vjet e 8 muaj. Futet në pensionet e pjeshme, mos kërkoje, sepse në këtë status futet ai, nuk mund të përfitojë 18.000 lekë. Por duhet fitoj 8.000 lekë.
8.000 lekëshin, por jo më shumë se 22.000 lekë. Këto janë gjëra që janë edhe të kuptueshme, nuk kanë në gjë. Fakt është që me këto merren edhe shumë njerëz që nuk i lexojnë. Nuk i lexojnë në vendimin e qeverisë. Në pikën 2 janë 74 lloj përfitime. Ai i shikon vetëm pensionin e plot, se sa do ta marrë, dhe nuk shikon këto beneficet e tjera. Për shembull, në ligj është parashikuar që të përfitojnë krahas pensionit të pleqërisë, përfitojnë edhe për personat në ngarkim. Është një 414 lekë të rinj për çdo fëmijë të lindur. Nëse llogaritet me këtë vendimin e qeverisë, kjo futet në të ardhurat, shpreshtohet këtu dhe quhet si grumbullimi të ardhurave të tilla që matet me atë masën që duhet përfitoj kjo. Fiton mbi 400.000, fiton mbi 220.000, apo po të mblidhet edhe me këto. Se ndonjëherë shumë vetë e krahasojnë me pensionin e pleqërisë atë dhe e shikojnë, për shembull, thotë unë nuk e arri këtë, po pse s'ma jap. Pikërisht ke marrë edhe këtë tjetrën. Ose ushtarakët marrin 2 pensione. Marrin pensionin e pleqërisë dhe pensionin suplementar, po edhe kategoritë të tjera shoqërore, siç janë profesorët, ka edhe punonjës të tjerë që kanë punuar në kohën e vet për punë të kryer mbi moshë, ata trajtojnë edhe me një nen tjetër, neni 33, e cila parashikon që t'u jap një shtesë 0,5% për çdo muaj që kanë punuar mbi moshë. Pra mblidhen të gjitha këto. Nuk mund të marrë vetëm pensionin e pleqërisë, se kështu e ka përcaktuar ligji. Grumbullimi të ardhurat, të mos kalojë të ardhurat në këto fasha që themi. Pra duke i shikuar këto me kujdes, dalim në konkluzionin pastaj se ku futet. Pra jo çdo njeri nga ata që merret me këto shpjegimet e përcakton saktë këtë dhe ndonjëherë i orienton në mënyrë të gabuar, sepse kjo është edhe stresante për njeri që thotë më pas kanë një qafë, po edhe e lodhshme, sepse duhet verë të aplikoj, e shikon të presë 45 ditë, i kthejnë përgjigje prapë negative me të drejtë ndonjëherë, edhe mbetet i zhgënjur ai për këtë vendim qeverie që ka. Edhe një pyetje të fundit shkurtimisht. Për personat që marrin për shembull 390.000 lekë pension të plot. Tani u përfiton të marrin 18.000 lekëshin apo këta përfitojnë deri në 40.000 lekë, deri në 400.000 lekë. Pra ai që ka patur pensionin 390.000 lekë në 10 orë, ai përfiton vetëm 10.000 lekë. Atë 8.000 lekëshin e humbet atë që ka mbi 400. Shumë faleminderit për gjitha shpjegimet, zoti Hoxha. Shpresojmë shumë që të kemi qenë shtërues për publikun. Ju e bët punën tuaj, tani u mbetet qytetarëve që ta kuptojnë, ta dëgjojnë, ndoshta edhe të veprojnë më pas. Ne do të presim tani telefonat në studio, numrin e telefonit e keni të afishuar në ekran. Prej këtij momenti numri i telefonit është i hapur për të pritur telefonatat tuaja për zotin Hoxha. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po zotri, urdhëro. Unë jam një pensionist. Po? Atë 8.000 lekëshin nga janari e këtij e ka marrë. A i ke marrë? Po? Po, prit, një sekundë, se jam i paqartë këto. Ato ande lartë thonë që është rrit pensioni, apo ja. Që s'është rritje pensioni, se unë pensionin, thot, 197.000 lekë, po flasë me lekë të vjetra, edhe 197.000 lekë plus 8.000 lekë. Edhe kjo muaj për muaj vazhdon, pra mua pensioni gjithmonë do më rritë 197.000 lekë. Po. Kjo s'është rritje pension, po kjo s'është rritje pension. Me të drejtë juve... Shteti ka hedhur një 2 lekë ku kam zgjatur dorën unë. Unë s'kam nevojë për atë. Unë kam nevojë për rritje pensioni. Po. Keni të drejtë në lidhje me konceptin, se kush quhet rritje pensioni, po edhe kush quhet bonus. Çfarë do ndodhi, çfarë do bëhet? Pra, që në fillim... Që do vazhdojmë vetë na japi nga 5.000 lekë, nga 5.000 lekë. Ja, dëgjoj zotin Hoxha, nëse more për të pyetur. Atëre, kjo që në fillim nga ana ime është shprehur si bonus. Pavarësisht se kryetari i qeverisë ka shprehur që do kemi rritur pensionet kështu, këtu kanë dalë edhe të tipit Çoçoli, që unë kam praktisur një studio në fakt, në lidhje vetëm me këtë koncept, sepse shumë njerëz janë futur në disinformim të situatës. Pra,
ka dalë një vendim qeverie, e cila ndryshe nga vitet e mëparshme jepet në formën e bonusit në mënyrë të përmuajshme. Pra, juve nëse kini fituar 197.000 lek pension pleqërie, ju do fitoni 8.000 lek nëse e kini pensionin e pjesëm. Dhe kjo do tjetë për tër vitin 2026. Pra, ky bonusi nuk është pjesë e pensionit dhe nuk është, si tuash, një instrumente cilat do të shërbeje si rezultat për indeksimet e pensioneve kur të vere. Edhe kur të vijë tetori, nëse do të bëhet indeksim, për masën që do të indeksohet vetëm 197.000 lekëshi, ky 8.000 lekëshi që mbetet në formën e bonusit, nuk indeksohet, pra s'është pjesë e pensionit. Që do të thotë, kjo mund të jepet edhe në vazhdim, mund të themun, se kështu ndryshojnë konjunkturat edhe të vendimeve të qeverisë, mundet të vazhdoj tjepet, po mund të mos vazhdoj tjepet në një moment caktuar kur të mos ketë para, të themi për shembull, të mos jetë mjaftueshëm, e ndërpret këtë, nuk e ka detyrim ligjor për ta dhënë këtë. Ky bonusi jepet me vendim të veçantë, siç ishte 828 në dhjetor të vitit 2025, nxjerr një vendim tjetër që i shfuqizon, nuk është në ligj, nuk është pjesë e pensionit kjo. Duhet ta kuptojmë, pra nuk futet në rritje. Kjo shton të ardhurën, pra që ta shton 8.000 lek në rastin e pensioneve të parakoshme, të pensioneve të pjesme, por shton të ardhurën, dhe më thënë nga 197.000 lek të ka vajtur pensioni 205.000 lek pensioni. Të ardhurët kur vetëm merr pensionin, merr edhe këtë bonus, një merr njerësh këtë. Pra nuk është rritje pensioni, është një shtim i të ardhurave, një shtim i përkohshëm, me masat përkohshme, qoftë në afat kohor, qoftë edhe për masën e përfitimit. Sepse u panë këtu, u oth ideja që do të përfitojnë në kështu 18.000 lek, edhe 8.000 lek, dhe përfundimi, kur doli vendimi qeverisë, doli që 40% e qytetarëve janë të përjashtuar nga ky vendim qeverie. Pra, nuk përfitojnë të gjithë pensionistët. Edhe këta që përfitojnë në formën e kombesimit, i thënë. Këtë bonus është ajo, që e japin në një moment caktuar. A do vazhdoj, kjo i mbetet për të parë, kur të deklarohet, thuhet. E qartë. Faleminderit zoti Hoxha për shpjegimet. Presimi tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Zotëri ose zonjë, jeni drejt për drejt. Përshëndetje. Mirë, presimi tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, zotëri, urdhëro. Po e dëgjoj me vëmendje avokatin. Jo, zoti Hoxha është ekspert pensionesh, nuk është avokat. Edhe kam respekt. Duhet të them një diçka. Po. Çuditem, tani si bën këto kategorit, si jepet këto kategorit, si unë mendoj kështu, se tani një njeri që merr 220.000 lekë të vjetra, edhe nuk i rritet pensioni, edhe i rritet atia që merr 280.000 lekë, edhe i rritet 80.000 lekë të vjetra, i vetet 300, edhe këtia nuk ashtu. Unë mendoj kështu, këto kategorit të që ndodhi qeveria, jo i pjesën, jo pleqerie e beri që për të mbullu gojnë të populli. Pyetje kishe apo konstatim dhe ju, zotëri? Urdhë? E keni konstatim dhe ju, thëmë? S'keni pyetje? Okej. E kam pyetje. Edhe unë që ditem, marim rroga të majme, kemi 120 deputet, ministra, stërministra marin, ata që shkataruan Shqipërinë, ata marin para. Ata që ndërtuan Shqipërinë, nuk marin lek edhe e gjuna. E qartë. Mirë, faleminderit zotëri për telefonatën, tani nuk e dini se... Atëre, ky është vendimi i qeverisë që e ka parashikuar në këtë mënyrë. Ai e ka të drejtën për të vendosur edhe për të ndarë këtë para të grumbulluar për 100 milion euro. Dhe ka zgjedhur këtë mënyrë ndarja, duke shkallëzuar dhe duke përjashtuar 40% të
përfituesve të pensioneve, dhe si që duket, kjo mënyrë ndarje që ka zgjidhur qeveria ka patur shumë reagime dhe duke kaluar deri në protesta të brendshme, por edhe duke folur për aq sa mundin që është zgjidhur një rrugë e gabuar, sepse përjashton një pjesë të qytetarëve që kanë kontribuar shumë dhe marrin një pjesë të cilët sipas këtyre formulave futen në kushtet për të fituar 18.000 lekë ose edhe 8.000 lekë nga këto. A është e drejtë kjo? Pikërisht nuk është e drejtë, po themi. Ligji duhet ishte, ose vendimi i qeverisë duhet ishte i tillë që të parashikonte, të kishte një largpamësi në lidhje me ndarjen e kësaj paraje në qytetarët, që të kënaqten sa më shumë njerëz, për të mos ishte ligj përjashtues. Sigurisht, çdo vendim qeverie ose ligji parashikon 95%, 97% dhe mund të mbeten 2-3% nga kjo, se s'mund të parashikohet rast pas rasti në 730.000 pensionistë, por të mos ketë përjashtime të këtij lloji nga 40% të popullit të mos përfitoj. Dhe më tepër janë revoltuar, shikoj edhe grupet shoqërore që janë intelektual të cilët përjashtojnë fare nga ky bonus, nuk marrin. Sigurisht do të ishte më drejtë që qeveria të kishte parë ose në të ardhmen, nëse jepet mundësia për të shpërndarë në një bonus tjetër, të jetë më shumë parashikues në lidhje me atë që të kënaqë sa më shumë njerëz edhe të vijnë në ndihmë të gjithë qytetarëve, sepse të gjithë kanë kontribuar. Nuk mund të përjashtohen ata me një logjikë të tillë, siç u mundua të argumentonte edhe qytetari në lidhje me shpërndarjen e këtij bonusit. Qartë. Faleminderit për shpjegimet zoti Hoxha, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Presim vetëm pak sekonda sa të kemi komunikimin me telefonatën. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje zonjë, urdhëro. Jam një nën me Mirëmëngjesi. Po zonjë, je drejt për drejt, po të dëgjon zoti Hoxha, jepi. Jam një nën me shumë fëmijë. Po? Po. Jam një nën me shumë fëmijë dhe kam dalë në pension në 2013. Pa. Dhe tani nuk më ka dhënë asnjë ndihmë në ato që u dhanë, në këto kombestime që u dhanë tash në janar. Më thonë që nuk të takon. Unë kam pas pensionin 179 dhe më kishte dhënë një 2.400 lekë. Tani si bëhet? Atëre juve, si pas kësaj që deklaruat, jeni nën me shumë fëmijë të cilën e keni përfituar si pension, duke filluar nga viti 2013 dhe për kushtet e vitësisë në punë, si që i ke patur, si që duket juve i keni plotësuar ato kushtet, numërit fëmijëve dhe vitësisë në punë që ju janë nevojtur në atë kohë për 30 vjetësh dhe për këtë shkak keni quhet pensioni plot. Nëse e keni kontributin, punën e kryer të përzierë kooperativë me shtet, nuk mund të merrni më shumë se 18.000 lekë. Nëse keni të tillë, nëse e keni të gjithë shtet, ata do të fitojnë. Po, kontribut me shtet e kam, gjysmë me 10 vjet i kam në kooperativë. Po, pra, ky është edhe shkaku që nuk e merr atë 18.000 lekë, po merr deri në kufirin e 1.000 lekë. 10.000 lekë të bëjë më shumë se 18. Kështu futen. Kolegët tuaja, po themi, po pra, ke merr 189, të kanë dhënë 2.000 lekë të vjetra. Kam kompensuar deri në 18.000 lekë. Kjo ka ndodhur me juve. Ndërsa shoqet tuaja, të themi... 182 marr tani. Po mund të ketë edhe në një tjetër atje në këto të përfitimeve, që ke në 150 lekë. Mund të kesh kompensim energjie, ose kompensim buke që kanë përfituar në atë kohë me 2.000 lekë të vjetra, që vete në këto shkak. Po si pension, ka që këti. Dhe duhet kesh parasysh, kjo është edhe e padrejtë që juve ju kanë kufizuar
ata që kanë dalë nëna me shumë fëmijë deri në vitin 2013 me pjesën tjetër që kanë dalë në 2015. Kolegët tuaja, po themi kolegë, po i themi kështu ose përfituesit si nëna me shumë fëmijë, pas vitit 2015 përfitojnë atë 18.000 lekë, e përfitojnë. Kështu që zonjë, faleminderit zoti Hoxha për përgjigje, nuk e di nëse kemi kohë të marrim në një tjetër telefonat. Okej, presim në një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po zonjë, shkurtimisht lutem se s'kemi shumë kohë. Unë ka punuar në kohën e Enver Hoxhës, gjithashtu edhe unë, kur ishte diktatura. Po. Edhe merr një pension, po? Tani, domethënë në këtë kohë, 290, ama nuk i dhanë shtesë. Kur doli në pension, doli me moshën si ishte ligji, 65 vjeç. Po vitet e punës. Po, nuk i dhanë asnjëherë shtesë. Sot ai është 75 vjeç. 78 vjeç. Po, tërë si pas saj që thoni juve, ju treguat vetëm moshën që ka dalë në pension në moshën 65 pension tani në këtë kohë. Jo, 65 vjet. Jo, e mora vesh, e mora vitet. Vitet 30 vjet punë. Vit 30 vjet. Atëra që kur mbaroj shkollën e mesme. Mimia të themon tash. Çfarë ka ndodhur? Ai mund të ketë punuar edhe në punë të vështira ose me punë që ka përfituar shumë lek, por në moshën 75 vjet që është sot, ai ka dalë në pension. Ka dalë 65 vjet në pension. Ja, të themon, ka dalë në 2015. Dhe në 2015 janë nevojitur 35 vjet punë. Shkaku që ai nuk e përfiton këtë bonus, i përket sepse ka pension të pjesshëm pleqërie, që duhet fiton të 8.000 lekësh, po deri në kufirin e 22.000 lekëshit, gjë që ai merr 290 dhe nuk i japin as atë 18.000 lekëshin dhe as 8.000 lekëshin. Nuk e përfiton kështu, siç e ka përcaktuar vendimi i qeverisë. Pra është e padrejtë faktikisht një njeri me kontributa të këtilla të përjashtohet të mos fitojë asnjë lek nga shpërndarja e bonusit. Të kuptova. Shumë faleminderit zoti Hoxha për gjitha shpjegimet, sqarimet dhe kontributin e vazhdueshëm që e për qytetarët. Ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak.